dhe këto veprime ekstreme të strukturave paralele kanë ardhur si rezultat i një përpjekje, një angazhimi ndryshe nga kjo qeveri. Pra, deri atëherë, tash mos kthehemi në historikun, po sot situata është ndryshe, duke ju referuar deklarimeve të organeve të sigurisë. Pra, po e lojmë politikën anash. Sigurisht që nevojitet një vullnet politik, por kur ndodhi Banjska, pse nuk u shpall organizatë terroriste. Tash aty do të kur ndodhi Banjska, gjitha partitë tash më hezitojnë të jenë në një qeveri me listën sërbske, gjë që s'ka ndodhur në të kaluarën. Sot edhe ta pyesësh edhe PDK-n edhe LDK-n, nuk janë të paktën sipas deklarimeve politike, publike, nuk janë që janë idhëtarët e një koalicioni që do të varrin nga lista sërbska. Shkaku i këtij fakti shumë të rëndësishëm që shteti i Kosovës ndoshta në arenën ndërkombëtare nuk ka përdorur aq sa duhet, nga që këtu jemi marrë me polarizimet e partive politike dhe shpesh opozita më tepër ka qenë e zëshme kundër zotit Kurti, aq tepër ka folë kundër zotit Kurti, sa shumë rrallë kujtohet me folë me kësi tonalitete kundër Vučićit. Por, nëse vetëvendosja në KQZ ka ngrit atë që kjo listë jetë të shpallët si organizatë që nuk i plotëson kriteret për të qenë pjesë e zgjedhjeve, më pas PZAP-ja ka thënë se ne nuk kemi dëshmi që po zhvillohen hetime ndaj ndonjërit prej tyre. Pra prap vijnë te sistemi i drejtësisë. Ne kemi pa gjëra. Nuk mund të shpallet terroristë, thoni ju pa veprimet e sistemit drejtësisë. Çdo i ka thënë PZAP-ja. Do të thotë që ne për individ caktuar, për çka ju dërgoni kësaj lloj ankese, kësaj lloj kërkese, ne nga institucionet verifikuese nuk kemi një proces të hapur, nuk ka fast hetimeve, e lërë më të ketë akt akuz. Ne e dim që sipas ligjeve të Kosovës, një personi për t'ju ndaluar duhet të jetë në akt akuz që është i përfshirë në veprime kundër rendit kushtetues. Le këtë që në zgjedhjet lokale tash kemi edhe kandidatë që kanë edhe dënim të shkallës parë për çështjet caktuara, tash po ndryshojnë gjërat me shpejtësi, por të kthehemi te këto që janë më serioze, kur sfidohet rendi, shteti, pra nuk është ajo që është thënë se nuk kanë bazë këto akuza, sepse i kemi pa me zë dhe figurë që thonë përfaqësues të listës sërbska. Edhe kemi pasë si ndarje 300.000 euro. Mirë, po institucionet tona kanë qenë në gjumë, institucionet e drejtësisë, për të ndjekur këta individ që e rrezikojnë shtetin e Kosovës. A është gabuar që ju ndan parat? KQZ-ja i ndan bazë të deputetëve që kanë. Më pas është obliguar të veprojë. Automatike ju ndan. Është e vepruar, është e detyruar sepse më pas është ke ligjin. Unë prapë po them, esenca është aty ku duhet të ndërmirën veprime ndaj personave të dyshim, ndaj të tillëve që organizojnë sulme terroriste. Dhe të sjellen para drejtësisë, atëherë do të ishte gjithçka më e lehtë. Tash, unë prapë po kthejnë ata ajo që me këtë vendim i është dhënë një fuqi jashtëzakonshme në këtë rast listës sërbska, sepse ajo në dominancë është përfaqësuese e minoritetit serb dhe i është mohuar 96% të tjerëve që të kenë institucionet. Edhe kur po përdoret argumenti pse është nda procedura, është nda me kërkesë të atij 4% tjetër që janë minoritete jo shumicë serbe. Pra, minoritetet jo serbe kanë kërkuar që procedura të ndahet, konkretisht zoti Elbert Krasniqi, dhe kjo gjë është votuar nga të gjithë aty që kanë marrë pjesë. Në këto rrethana është gënjeshtër e madhe të thuhet se për çështje procedurale nuk qenë ka konstituu kuvendi. Kush e lexon kushtetutën? Veç ta merr mundimin. Dhe pse gjithë ata supozojnë. Duhet ne më së pari të kemi institucionet. Ne kemi zgjedhur kryetar të kuvendit, të tillë çfarë e kemi. Kemi zgjedhur 4 nënkryetar dhe për një nënkryetar proceduralisht duhet të paralizohet i gjithë shteti. Kjo nuk ka. Shtatantar gjykatës kanë votuar. Kanë votuar, nëse ka votuar. Kryetar të kuvendit dënuar për shpifje. Po, 94%. Në këto rrethana, para se me u zgjedh kryetar nuk ka qenë dënuar për shpifje. Po të tash, sot tash është dënuar. Dhe prap po them, kjo definitivisht nuk ndodh askund në botë. Të jetë një shtet komplet peng i nën kryetarit që tek e fundit nuk ka ndoshta s'ka me udhëheq as një seancë parlamentare. Pra, gjykata kushtetuese me 7 antar mori këtë vendim.
Sepse nuk ka guxim me e lezu kushtetutën. Ska guzim. Nuk ka guxim me e lezu kushtetutën. Ata është mirë, jo, prej vetvetes jo, po është mirë aty në mja ushtru pyetjes, sigurisht që gjithçka fillon prej vetvetes, po atyre mja ushtru pyetjen, pse nuk keni guzim me e lezu kushtetutën. Sepse sikur ta lexojnë kushtetutën, 96% e popullatës që e kanë